Si jeni? Si je? Si dukesh? Nuk mund të mbulosh dot? Nuk është e lidhur me forcimin real të monedës sonë. Pasoja është shkatruese. Me euron që është në këtë. Vetëm qepje. Qepje në amballazhin, pas derimin. Po që vjen. Bash, si jeni? Mirë. Dojnë si jeni? Si jeni? Mirë. Dojnë si jeni? Përshëndetje. Si jeni? Punë të barë. Gjede bash. Punë të barë. Si duke punë të barë. Punë të barë. Dojnë si jeni? Punë të barë. Faleminderit, suksese. Punë të barë. Familja, punë të barë. Garadët e ishte Po. Mirë që takoj. Urimet për mira dhe juve punë të mbarë gjithë mirët. Suksese. Shiloj fitore. Të mbarë. Si ke qenë? Danilo? Nuk ishtë programi jonë 100 ditëve të para, e zjatëm që kosë. Mirë. Dukeni. Si jeni zonja? Mirë. Dukeni. Dhe shumë qepi. Si jeni? Mirë, si e zoni? Zonjë si e? Punë të barë? Punë të barë? Mirë? Si e? Mirë. Punë të barë, po të shqetsoj. Zonjë si e? Punë të barë. Zonjë punë të barë. Opo, tire. Si e? Mirë. Besoj se e keni marrë vesh programin e Partisë Demokratike. Ne do të ulim me ardhin në pushtet, do të ulim me njerë energjia elektrike që shpaza, do të bëhet 7 lek. Do të ulim tatimin vitarëve, besoj e keni marrë vesh. Do rriten paga minimale do të jetë 500 euro. Minimumin jetik do ta bëjmë 200 euro. Për ato familje që janë në nevojë. Kemi dëgjuar më parë të programin e Partisë Demokratike. Se po ju lënë një, se të keni kohë ta lexoni. Kushtet I shkoj që janë mirë? Shumë të mirë atë ditë. Ashtë gjithë në pagesa shumë e një të knaqë. Besoj se keni marrë vesh jo në ndrimin e pushtetit, ne do kemi disa ndryshime. Programi është mjaft I mirë. Do rritem pagat. Paga do jetë 500 euro minimale. Besoj, po, do të shja dhe për pensione, se unë jam dhe në pension, Po? po vajta 4 vjetë, edhe për që më ndihmoni. Pensioni nuk është I mjaftueshëm. Sa e keni pensioni? Ne në fakt në programin tonë kemi një rritje prej 20% të pensioneve, dhe veç kësaj do të keni kartën e pensionistit, çdo muaj do të kthehen ajo TVSH-ja.
ndodhi edhe në Greqi, që ne kemi më afër dhe e dim që kthehet ajo. Inshallah, besojmë, inshallah. Besoni? Më vjen mirë që ju besoni të programi. Por ju bëj një minimum miniatik, ju mund të dëgjoni se çfarë do të bëjmë ne për të pushtet. Ju ku eksportoni? Ne qëmë Greqinë dhe Greqia kalon pastaj në Gjermani, Angli, shtetet tjera, klienti që i çonë ndaj. Si duken kërkesat ndaj? Po një çik me këtë euron që ra në bërin çik këtu. Kjo ju ka shkatruar, ju ka shkatruar eksportet në tërësi. Po. Pra kjo në ka gjë që ka godet Ka lidhje me eksportet. prodhimin vendas, kjo është. Ajo po. Dhe kjo është ndodh pikërisht nga trafiqet, nga larja paras. Këtu kemi të bëjmë me një riciklim masiv parash, të cilët kanë bërë që shkatrohet euro dhe në njerëz po fundos eksportet tona. Fundos eksportet do të thotë fundosi prodhimin shqiptar. Eksportet që kanë të bëjnë direkt me euron, se ne jemi që jemi me ata që bëjnë import është tjetër që. Ne që bëjmë eksport, eksporti ata që bëjnë import është gjithë shumë e mirë dhe shumë e leverdi. Ne që bëjmë eksport vallë, por eksporti çfarë është prodhimi vendas. Importi është të importosh prodhimin e tjetër kujt. po, Kurse eksporti është prodhimi vendas. Pra këtu është goditur direkt prodhimi vendas. Besoj. Me albu në krye normalisht që ndryshimi është i pritshëm. Duam ndryshim. Falenderojmë jashtë mësë shumë. Dhe në klipje. Të që ka bëjmë. Sukses.